Pjesë e temave cilat I zhvillojmë këtu në studio, por edhe në jetën tonë të përditshëm në bisedime ndoshta me shoqëri dhe me familje, kanë të bëjnë me inteligjencën artificiale, arritjet e teknologjisë dhe rezultatet që tash I shohim, por në anën tjetër edhe vetë e përdorim apo jemi pjesë e këtij avancimi në fakt. E tash mund të bëhemi pjesë edhe një platforme ligjore, një asistenti ligjor, që tash do të lansohet në muajin maj. Ne kemi vetë krijuesin e kësaj platforme, që është Florent Alaj, I cili do të na tregoj se çka ka të bëj. Kjo platformë do të përdoret në fakt në Kosovë dhe është konform me ligjet e Kosovës, do të thotë një ligjet e Kosovës mirë dhe në këtë mënyrë do të përgjigjet për këto probleme që I kemi këto. Kjo nuk ka të bëj vetëm për ndoshta për avokatët, juristët, në përgjithësi vetëm për profesionistët, por në shumë raste kemi pas edhe këtu biseda të cilat I kemi zhvilluar në studio dhe kemi dhënë këshilla juridike falas, tash këto këshilla munden me gjetë edhe në këtë platformë, që po duket të jetë shumë interesante. Çka tjetër përmban do të na tregoj vetë Florenti. Mirëmëngjes, mirë se na jeni. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi që të kemi këtu. Na trego pak. Faleminderit. Atëherë platforma asistenti ligjor është platforma e parë e cila e ka inteligjencën artificiale integruar, e cila shërben jo vetëm për juristët, avokatët apo noterët, por shërben edhe për qytetarët e Republikës së Kosovës. Platforma ka disa opsione të cilët qytetarët dhe avokatët apo juristët mundën mi përdor. Një ndër to është analiza e dokumenteve, e cila bëhet me inteligjencë artificiale. Në këtë rast nëse dikush, për marrë një shembull, ka ndonjë kontratë qiroje apo diçka, normalisht një person normal nuk e din se çfarë përmban ajo kontratë dhe a përputhet me ligjet e Kosovës. Në këtë rast mundën me bo upload dokumentin në platformën tonë, edhe platforma I tregon se çfarë nuk përputhet me ligjet e Kosovës, edhe çka duhet rregulluar. Si edhe ja mundson rigjenerimin e kontratës me ligjet apo nenet të cilat përputhen me. Edhe para se me nënshkruash do herë mirë me lexu, me kuptu në rast, se ka raste që e lexojmë, por nëse nuk jemi jurist, apo nuk jemi persona të kësaj fushë, shpeshherë mundemi mos me ditë ato trikat që përdoren shpesh në kontrata. Aty është qëllimi. Do të thonë se një person normal nuk njihet I sigurt apo ka nevojë për avokat, në këtë rast mundet me përdor platformën, edhe platforma I tregon saktë se a përputhet apo s'përputhet me ligjet e Kosovës. Çka tjetër mundemi përveç dokumenteve? Përveç dokumenteve, platforma ka të integruar chatbotin I cili është I trajnuar me ligjet e Kosovës, domethënë funksionon me ligjet e Kosovës, në cilin qytetarët apo avokatët dhe juristët mundën me përdor për këshilla juridike, për përpunimin e dokumenteve, krijimin e kontratave apo gjëra të tilla. Do të jetë një ndihmës edhe për profesionistët në këtë rast, sepse shpesh herë edhe vetë ata të cilët janë të kësaj fushë konsultohen njëri me tjetrën në shumë raste, kur kanë raste të ndryshme të cilat duhet ta përfaqësojnë palën në gjykat, kështu që ka nevojë për këtë. E ke pasur të nevojshme gjatë bisedave, pse kjo ide? Unë vetë jam në përfundim të fakultetit juridik, edhe në bazë saj kam filluar me pasë qysh me integru inteligjencën artificiale në Kosovë edhe me qyrë me përparu përpara. Në këtë rast, chatboti është specifikisht I trajnuar me ligjet Kosovës, dhe më thonë punon veç me ligjet Kosovës, edhe është shumë I aftë në këtë rast kur vjen puna. Ç'është trajnu? Ç'është e ke trajnu? Na trego pak këtë procedurën, sa të ka marrë kohë me kriju një platformë të tillë. Jam të punu shumë mati, nuk jam veç jam me një ekip shumë të aftë, shumë që kam punu panal, më ka marrë kohë goxha shumë edhe non-stop jam të e trajnu. Trajnimi bëhet në bazë testime me klientë edhe feedback cilët na japin ata. Dhe deri tash për rezultat që t'jetë mirë, keni provu ju me dokumentet të tjera? Deri tash e kemi provu normalisht edhe e ka një sukses, një përqindje suksesi diku 98%. Do të thonë në analizën e dokumentave e ka suksesin 98%. Mund të shkruaj ankesa, kërkesa, të ngrej pa di, të bëj gjëra të tilla nëse ne e kërkojmë përveç analizës së dokumenteve dhe kontratës? Po, do të thonë platforma I ka analizën e dokumenteve dhe krijimin e dokumenteve apo kontratave. Në këtë rast nëse dikush do me analizu apo me kriju, dyat aty mundet mi bo. Përveç asaj ishte edhe chatboti, pastaj vjen
pjesa kryesore e cila është menaxhimi i avokaturës. E kemi kriju edhe platformën në cilën avokatët mundën me menaxhu komplet firmën e tyre, si dhe punëtorët dhe asistentët. Mundën me menaxhu landët, klientët, pagesat, statistikat, raportet, edhe pjesë të tjera. A keni provu këtë platformë tash me u ofru edhe firmave të... Platforma është njëkohësisht duke u përdorur nga avokat të Kosovës, edhe njëjtën kohë jemi të marrë feedback para lancimit në maj i cili bëhet, edhe që... Çka kanë qenë mesazhet? Mesazhet kanë qenë se çdo avokatët në Kosovë nuk e kanë një platformë që mundën me përdorë. Krejt avokatët e përdorin një mënyrë manuale, që me thonë i rujnë Google Drive, Google Sheets, Word, Excel, edhe gjëra tilla, si dhe kjo rezulton në dokumente dhe informacione të përzira, edhe në rast se i duhet një informat apo diçka për klientin, ai edhe nuk mundet me gjetë. Këtë rast na kemi pa të arsyeshme që me kriju këtë platformë, në cilën brenda aty mundet me menaxhu komplet firmën e vet. Po, a ka kursy kohën? Këto është qëllimi, m'ja kursy kohën avokatit, ja u kërsen kohën për shumë, se kanë shumë atë për me menaxhu firmën e vet. Landet, klientët, si edhe statistikat. Plus jep edhe një mendim tjetër që mundemi ndoshta me ikë një detaj dhe mos me... Normalisht, chatboti, përveç chatbotit normal, chatboti e kemi të trajnuar specifikisht edhe për avokat. Avokate kanë chatbotin e lidhur me databazën e tyre, në këtë rast me landet e tyre, kështu që nuk ka nevojë për shembull me bo upload paraprakisht, mi thonë tregon për çdo dokument, chatboti vetë që din se çka ka avokati prej landëve tyne, edhe mundet me kërku për shembull përpunimin e një padije, analize apo diçka tjetër. Këto, mundë me gjetë prej majit, ne, si qytetar, apo jo, edhe pse të tjerët pas kanë fillu në këtë fazën testuese, me testu dhe me i marrë mesazhet e para feedbacks. Ne, si qytetar, a duhet me instalu, çka kërkohet aty, çfarë dëna, është me pagesa apo jo, na është çfarë edhe këto? Platforma fillimisht mundet më qasë përmes telefonit apo kompjuterit, përmes domenit asistentiligjor.com apo asistentiligjor.ai. Platforma vetë se është lancu para 3 ditëve në listë të pritjes, të më thonë kush do që ka interes paraprakisht me hy, mundet më regjistru, edhe ekipa jonë ja dërgën konfirmimin, edhe e shohin se a mundet me hy apo s'mundet me hy. Platforma kompletisht lëshohet në fillim të muajit maj, kështu që edhe nëse dikush nuk kënë tash, ka me mujt me hy atër. Po tash edhe tash mundeme me e gjetë, asistenti ligjor. Asistenti ligjor, po. Edhe mundeme me bo upload, po. Edhe pastaj të vazhdojmë, ta kemi si app në telefon edhe bëjmë pyetje tona. Po. Është me pagesa apo jo? Është me pagesë, disa nga këto funksione kërkojnë pagesë paraprake dhe disa, po normalisht jemi në... Se ka çmimin e avokatit? Jo, jemi në fazën testuese, kështu që në fillim ka me qenë kompletisht pa pagesë, për me pas se qa mundet me ofru, edhe se sa mundet me hy pun një qytetari apo një juristi. Pas testuese pastaj edhe për ne, për me pa në qofse mundemi me bashkëpunu me këtë platforma apo jo. Duke diretash që tjetë shumë ndihmuese, uroj që të vazhdoj kështu. Besoj që në të ardhmen, në bazë të atyre përvojave personale, do të merrni edhe mesazhe, në qofse ka nevojë me studi çka apo me ndryshu një gjë të tillë. Për këtë arsye, edhe tash po përdoret edhe nga zyra ligjore të ndryshme, ku ndihmon edhe në punën e avokatëve apo edhe profesionistëve, juristëve të tjerë. Uroj që me shku sa më mirë kjo punë. Faleminderit edhe për krijimin e këtij aplikacioni, por edhe për konta informata që e këndoni. Faleminderit të juve. Shpresoj që ka mundat të kënaqur edhe qytetarët edhe juristët. Besoj që po ka shumë pyetje të cilat në bazë të temave të cilat I zhvillojmë këto, sidomos kur vjen puna tek ligjet dhe lëndët të cilat marrin një kohë të gjatë për me u zgjidh kryesisht në Kosovë, në gjykatat e Kosovës, edhe avokatët mund të kenë një çmim apo një konsult pak më të shtrenjtë, në rast na nevojitet patjetër edhe një konsult me inteligjencën artificiale, në këtë rast edhe me asistentin ligjor. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Ne tani kalojmë tek receta e lindës edhe rikthehemi përsëri në studio.